Mëngjesi kishte hyrë ngadalë në apartament, duke depërtuar në çdo cep me dritën e tij të ngrohtë. Rrezet e diellit ranë mbi dyshemen e drurit dhe mbi gardhet e dritares, duke krijuar një ndriçim të artë që i mbushte dhomën me paqe. Lëndrimi po qëndronte pranë dritares, duke vëzhguar Xhenetën, e cila sapo kishte dalë nga dushi dhe po rregullonte flokët e lagur me një peshqir të butë. Ajo mbante rroba të rehatshme, një bluzë të thjeshtë dhe pantallona të lehta, por mënyra si ajo lëvizte, naturaliteti i saj dhe mënyra si buzëqeshte e bënte çdo gjë të dukej e veçantë. Lëndrimi ndjeu një ndjenjë të ngrohtë në zemër, një kombinim mes kënaqësisë dhe adhurimit. "Mund të kërcenim pak bashkë?" pyeti ai, me një zë të butë dhe plot ngrohtësi. Xheneta u kthye me një buzëqeshje që i ndriçoi fytyrën. "Po, pse jo?" tha ajo, dhe një ndjenjë lehtësie përshkoi dhomën. Filluan të lëviznin së bashku, duke u ndier si një ritëm i vetëm. Nuk ishte një kërcim i komplikuar apo i shpejtë, ishte i thjeshtë, i ngadalë, plot sens dhe emocione. Çdo hap ishte një shprehje e ndjenjave të tyre, një mënyrë për të komunikuar pa fjalë. Lëndrimi ndihej i lumtur duke parë fytyrën e Xhenetës që shkëlqente nga buzëqeshja, dhe ajo ndihej e sigurt duke ndarë atë moment me të. Ai e mbajti për dorë, ajo ju afrua më pranë dhe ata filluan të lëviznin më të qetë, duke ndier ngrohtësinë e njëri tjetrit. Muzika që dëgjonin në kokën e tyre ishte e heshtur, por e qartë. Çdo ritëm i zemrës, çdo frymëmarrje, çdo buzëqeshje krijonte një melodi që nuk kishte nevojë për nota. "Duket sikur koha ka ndalur," tha Xheneta, duke qeshur lehtë. "Po, ndonjëherë momentet më të bukura janë ato që ndodhin ngadalë," u përgjigj Lëndrimi, duke e shikuar me vëmendje. Ata vazhduan të lëviznin në atë ritëm të ngadalë, duke ndryshuar drejtimet dhe duke u ndier më afër njëri tjetrit. Çdo lëvizje ishte një kombinim i elegancës dhe spontanitetit. Lëndrimi ndjeu gëzim kur ajo e kaploi me krahun e saj dhe i buzëqeshi me një shikim plot lumturi. Ai e ndjeu zemrën e tij të rrahë më shpejt, por jo nga frika apo shqetësimi, vetëm nga emocionet që një moment i tillë mund t'i japë. Xheneta ndjeu të njëjtën gjë, një ndjesë ngrohtësie dhe lumturie që mbushte dhomën dhe e bënte të ndiehej më e lidhur se kurrë me Lëndrimin. Ata vazhduan të kërcenin, por tani më të qetë, duke qeshur për çdo gabim të vogël, çdo këmbë që nuk ndodhej në vendin e duhur. Ishte një lojë, një koreografi e çliruar, një shprehje e gëzimit të thjeshtë të mëngjesit. Pas disa minutash, ata ndalën për të marrë frymë, duke qëndruar pranë njëri tjetrit dhe duke ndier efektin e ngrohtë të kontaktit fizik, pa e shprehur me fjalë. Lëndrimi e përqafoi Xhenetën në mënyrë të butë, dhe ajo i mbajti duart mbi krahët e tij, duke ndier praninë e tij në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Ata u ulën pranë dritares, duke parë diellin që ngjitej më lart dhe duke biseduar për gjëra të zakonshme, planet për ditën, gjëra që i bënin të qeshnin, kujtime të vogla të së kaluarës. Por në çdo bisedë kishte një ndjenjë të padukshme të afërsisë dhe lumturisë që vetëm pranë njëri tjetrit mund të ndjehet. Mëngjesi u shndërrua në një orë të ngadalë, por të këndshme, ku çdo detaj kishte rëndësi. Aroma e kafes që sapo ishte bërë, drita që binte mbi tryezën, tingulli i qeshjes së tyre që mbushte ajrin. Lëndrimi shikoi Xhenetën dhe mendoi se kjo ndjenjë, kjo qetësi dhe gëzim i thjeshtë, ishte më e fuqishme se çdo gjë tjetër. Kur u ngritën për të filluar ditën, ata morën me vete atë ndjesi, një ndjenjë të afërsisë, të sigurisë dhe të lumturisë, një kujtim të mëngjesit që nuk do të harrohej kurrë. Dhe ndërsa dita fillonte, ata vazhduan të buzëqeshnin, duke ndier se momentet më të bukura nuk kishin nevojë për asgjë më shumë përveç të qenit pranë njëri tjetrit. Dhoma ishte mbushur me një dritë të zbethë dhe ngrohtë që dridhej mbi muret e zbrazta dhe dyshemen e lëmuar. Tingujt e muzikës mbushnin çdo cep, duke pulsuar si zemra e një krijese gjallë që nuk pushonte. Ajo qëndronte në mes, e vetmen, duke ndier se cilën val tingulli të depërtonte deri në maj të gishtave. Nuk ishte thjesht dëgjim, ajo ishte pjesë e çdo note, çdo ritmi, çdo pauze të heshtur që vinte mes tingujve. Filloi me hapa të lehtë, si fllati i butë që përshkonte ajrin. Krahët e saj lëviznin lirshëm, hapeshin dhe mbylleshin në mënyrë të natyrshme, duke krijuar një gjuhë të vetën me muzikën. Çdo kthesë e trupit ishte një frazë, çdo ngritje një notë e zgjatur. Atmosfera rreth saj ndryshonte me lëvizjen e saj, drita reflektoi ndryshe, hijet lëviznin dhe ajri vetë dukej sikur dridhej nga energjia që ajo transmetonte. Kur ritmi u rrit, ajo u rrit së bashku me të. Këmbët gjetën hapësirën e tyre, duke lëvizur me shpejtësi dhe lehtësi që dukej pothuajse magjike. Nuk kishte pengesa. Çdo kërcim ishte i sinkronizuar me valën e muzikës, çdo rrotullim dukej sikur sfidonte gravitetin.
Ajo nuk thjesht ndiqte muzikën, ajo e përkthente atë në lëvizje. Trupi i saj ishte instrument dhe interpretues njëkohësisht, ajo u kthye, pastaj u shtri, më pas u ngrit me një energji të papërmbajtshme. Secili hap ishte një hap drejt ajrit, secila kthes një dialog i heshtur me ritmin. Tingujt e basit lëviznin në trupin e saj, duke i dhënë secilës këmbë, secilës shpatull, secilës gisht një zgjim të ri. Nuk kishte përpjekje, gjithçka vinte natyrshëm, si një rrjedh që nuk mund të ndalet, muzika ndryshonte papritur, kalonte nga melodi të ngadalta në valë të shpejta dhe kërcimtarët e saj ndjeu secilën ndryshim me një qartësi të jashtëzakonshme. Ajo u përkul, u ngrit, rrotulloi trupin e saj në mënyra të paparashikueshme, duke krijuar një koreografi spontane që askush nuk mund ta parashikonte. Një kombinim i forcës dhe lehtësisë, i kontrollit dhe improvizimit, që e bënte çdo moment të veçantë, çdo këmbë, çdo dorë, çdo maj gishti ishte një pjesë e ritmit. Ajo ndjeu muzikën jo vetëm me veshët, por me lëkurën, me kockat, me muskujt që dridheshin nga çdo val tingulli. Dritat ndryshonin ngjyrë dhe intensitet me ritmin, duke e bërë dhomën një skenë të gjallë ku ajo ishte protagonistja e një spektakli që vetëm ajo mund ta interpretonte. Pas disa minutash, ajo ndjeu lodhjen të vinte, por ajo nuk ndaloi. Thjesht ndryshoi ritmin e lëvizjes, duke u bërë më e qetë, më e hollë, më e përqendruar. Krahët rrëshiten ngadalë nëpër ajër, si piktura që merr formë para syve. Këmbët mbajtën harmoninë e ritmit të lehtë. Trupin e lëviznin me një përqendrim të qetë, por energjia ishte e pranishme, muzika vazhdonte të ndryshonte, duke e sfiduar të interpretonte çdo ndryshim me kreativitet. Ajo e ndiqte me të gjitha shisat, duke e bërë trupin një instrument dhe muzikën një rrjedh që nuk kishte fillim e fund. Ndërsa përparonte çdo lëvizje duke e natyrshme, por njëkohësisht magjike. Çdo rrotullim, çdo hap, çdo ngritje e bënte të ndjente se ishte pjesë e një gjëje më të madhe, një energjie që i përkiste vetëm asaj dhe muzikës. Kështu ajo vazhdoi, me ndryshime të ritmit dhe intensitetit, me valë energjie që vinin e shkonin, duke e mbajtur trupin në lëvizje të vazhdueshme. Secili moment ishte unik, secili hap një eksperiencë e re. Kur tingujt u ulën në një melodi të qetë, ajo u përkul ngadalë, pastaj u ngrit, duke përfunduar me një kërcim të lehtë që dridhi ajrin rreth saj. Ajo u ndal. Zemra i rrite fort, frymëmarrja e thellë e bashkonte me muzikën e fundit që ende jepej nga altoparlantët. Dhoma ishte e qetë, por energjia e lëvizjes së saj kishte mbetur pezull në ajër. Ajo buzëqeshi për veten, duke ndjerë se kishte krijuar diçka më shumë se lëvizje, një rrëfim pa fjalë, një koreografi e energjisë, një përvojë që e lidhte trupin, muzikën dhe atmosferën në një rrjedhë të vetme. Dhoma ishte e qetë, dritat e ngrohta të Big Brotherit hidheshin mbi dyshemen e shkëlqyer dhe mbi mobiljet e thjeshta. Benita rrinte përballë Xhanetës, me duart e bashkuara në prerë, sy të mbushur me një përzierje trishtimi dhe ndërgjegjësimi. Një frymëmarrje e thellë e hapi bisedën, duke treguar se çfarë kishte rënduar shpirtin e saj këto ditë. Xhaneta, filloi ajo me zë të qetë, pothuajse të dridhur, kam bërë një gabim. Dhe dua ta ndaj me ty sepse nuk mund ta mbaj më brenda. Ajo heshti për një moment, duke ndjerë peshën e fjalëve, duke e ndjerë dhomën të vogël dhe të ngushtë për çdo mendim që donte të thoshte. Janë dy gjëra që më bëjnë të ndihem keq në këtë Big Brother. Dhe nuk mund t'i fshem më. Sytë e Xhanetës ishin të qetë, duke e inkurajuar pa thënë asgjë, duke krijuar hapësirën që Benita të ndante gjithçka. E para. Është për Tonin, vazhdoi ajo. Jam bërë shumë pishman që jam lidhur me të. Nuk duhej të ndodhte. Thjesht. Ndodhi. Dhe tani. Tani ndihem keq sepse lidhja jon ka krijuar tensione dhe situata që nuk duhej të ishin aty. Kam ndjerë diçka, por gjithashtu kam shkelur kufit e respektit për shoqërinë dhe për vetë situatën ku ndodhemi. Ajo bëri një pauzë, duke marrë frymë ngadalë dhe duke u përpjekur të mos e thyej qetësinë e momentit. Shumë shpesh mendoj për momentet ku shkuam bashkë në atë parti. Dhe më vjen turp. Ndjeva diçka, por ishte e gabuar. Nuk duhej të ndodhte, dhe tani çdo kujtim nga ato momente më bën të ndihem pishman. E di që nuk mund ta ndryshoj, por dua që ti ta dish se sa e ndërgjegjshme jam për gabimin tim. Xhaneta thjesht e dëgjoi, duke lënë që fjalët të rrjedhin pa ndërprerje. Në heshtjen e dhomës, energjia ndryshonte nga tensioni i papërpunuar në një qetësi të ngrohtë, ku mund të lindte një kuptim më i thellë mes tyre. Dhe gjëja e dytë, vazhdoi Benita, duke ulur pak kokën dhe duke u përpjekur të gjejë fjalët e duhura. Është për Elionën.
E kam ofenduar në fillim, kur gjithçka sapo kishte nisur. Dhe pastaj, sa herë e kam parë, kam kuptuar sa e padrejt kam qenë dhe i kam kërkuar falje. Por peshën e fjalëve nuk mund ta marr mbrapsht. Ajo mbetet dhe unë mbetem me pendim për mënyrën se si e kam trajtuar në fillim. Nuk ka justifikim, vetëm një kuptim i qartë se nuk duhet të kisha vepruar kështu. Benita ngriti sytë dhe i takoi ato të Xhanetës, duke kërkuar një kuptim në reagimin e saj. Dua që ti ta dish që e kam kuptuar. Jam penduar. Dhe çdo ditë që kaloj këtu më mëson se sa e rëndësishme është të jem e ndershme dhe e kujdesshme me fjalët dhe me ndjenjat e të tjerëve. Nuk dua që të ndjej më pishman për gjëra që mund t'i kem shmangur. Ajo ndjeu një lehtësim të vogël ndërsa e thoshte këtë, sikur peshat që kishte mbajtur brenda u shpërndan pak. Heshtja që pasoi nuk ishte e zbrazët, ishte e mbushur me kuptim, me pranimin e gabimeve dhe me ndërgjegjësimin që vjen vetëm kur je i sinqert me vetveten dhe me të tjerët. Xhaneta buzëqeshi lehtë dhe vendosi dorën mbi supin e Benitës, një gest që fliste më shumë se fjalët. Nuk kishte nevojë për gjykim, nuk kishte nevojë për këshilla, vetëm për një dëgjim të vëmendshëm dhe për pranimin e ndjesive që kishte ndjerë. Ishte momenti kur pendimi u bë një hap drejt mirëkuptimit, kur faji u bë një mundësi për të mësuar dhe për të reflektuar mbi zgjedhjet e bëra. Benita ndjeu se diçka brenda saj ishte liruar. Nuk mund të ndryshonte të kaluarën, por mund të bënte paqen me të dhe të përpiqej të vepronte më mirë nga ky moment e tutje. Një frymëmarrje e thellë, një buzëqeshje e heshtur dhe ndjenja se kishte bërë hapin më të rëndësishëm, të pranoj gabimet dhe të ndjej pendim në mënyrë të sinqertë. Mëngjesi kishte hyrë ngadalë në apartament, duke depërtuar në çdo cep me dritën e tij të ngrohtë. Rrezet e diellit ranë mbi dyshemen e drurit dhe mbi gardhet e dritares, duke krijuar një ndriçim të artë që i mbushte dhomën me paqe. Lëndrimi po qëndronte pranë dritares, duke vëzhguar Xhanetën, e cila sapo kishte dalë nga dushi dhe po rregullonte flokët e lagur me një peshqir të butë. Ajo mbante rroba të rehatshme, një bluzë të thjeshtë dhe pantallona të lehta, por mënyra si ajo lëvizte, naturaliteti i saj dhe mënyra si buzëqeshte e bënte çdo gjë të dukej e veçantë. Lëndrimi ndjeu një ndjenjë të ngrohtë në zemër, një kombinim mes kënaqësisë dhe adhurimit. Mund të kërcenim pak bashkë? Pyeti ai, me një zë të butë dhe plot ngrohtësi. Xhaneta i u kthye me një buzëqeshje që i ndriçoi fytyrën. Po, pse jo? Tha ajo, dhe një ndjenjë lehtësie përshkoi dhomën. Filluan të lëviznin së bashku, duke u ndjerë si një ritëm i vetëm. Nuk ishte një kërcim i komplikuar apo i shpejtë, ishte i thjeshtë, i ngadaltë, plot sens dhe emocione. Çdo hap ishte një shprehje e ndjenjave të tyre, një mënyrë për të komunikuar pa fjalë. Lëndrimi ndjej i lumtur duke parë fytyrën e Xhanetës që shkëlqente nga buzëqeshja, dhe ajo ndjej e sigurt duke ndarë atë moment me të. Ai e mbajti për dorë, ajo ju afrua më pranë dhe ata filluan të lëviznin më të qetë, duke ndjerë ngrohtësinë e njëri tjetrit. Muzika që dëgjonin në kokën e tyre ishte e heshtur, por e qartë. Çdo ritëm i zemrës, çdo frymëmarrje, çdo buzëqeshje krijonte një melodi që nuk kishte nevojë për nota. Duket sikur koha ka ndalur, tha Xhaneta, duke qeshur lehtë, po. Ndonjëherë momentet më të bukura janë ato që ndodhin ngadalë, iu përgjigj lëndrimi, duke e shikuar me vëmendje. Ata vazhduan të lëviznin në atë ritëm të ngadalë, duke ndryshuar drejtimet dhe duke u ndjerë më afër njëri tjetrit. Çdo lëvizje ishte një kombinim i elegancës dhe spontanitetit. Lëndrimi ndjeu gëzim kur ajo e kaploi me krahun e saj dhe i buzëqeshi me një shikim plot lumturi. Ai e ndjeu zemrën e tij të rrahë më shpejt, por jo nga frika apo shqetësimi, vetëm nga emocionet që një moment i tillë mund t'i japë. Xhaneta ndjeu të njëjtën gjë, një ndjesë ngrohtësie dhe lumturie që mbushte dhomën dhe e bënte të ndjehej më e lidhur se kurrë me lëndrimin. Ata vazhduan të kërcenin, por tani më të qetë, duke qeshur për çdo gabim të vogël, çdo këmbë që nuk ndodhej në vendin e duhur. Ishte një lojë, një koreografi e çliruar, një shprehje e gëzimit të thjeshtë të mëngjesit. Pas disa minutash, ata ndalën për të marrë frymë, duke qëndruar pranë njëri tjetrit dhe duke ndjerë efektin e ngrohtë të kontaktit fizik, pa e shprehur me fjalë. Lëndrimi e përqafoi Xhanetën në mënyrë të butë, dhe ajo i mbajti duart mbi krahët e tij, duke ndjerë praninë e tij në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Ata u ulën pranë dritares, duke parë diellin që ngjitej më lart dhe duke biseduar për gjëra të zakonshme, planet për ditën, gjëra që i bënin të qeshnin, kujtime të vogla të së kaluarës.
por në çdo bisedë kishte një ndjenjë të padukshme të afërsisë dhe lumturisë që vetëm pranë njëri tjetrit mund të ndjehet. Mëngjesi u shndërrua në një orë të ngadaltë, por të këndshme, ku çdo detaj kishte rëndësi. Aroma e kafes që sapo ishte bërë, drita që binte mbi tryezën. Tingulli i qeshjes së tyre që mbushte ajrin. Lëndrimi shikoi Xhenetën dhe mendoi se kjo ndjenjë, kjo qetësi dhe gëzim i thjesht, ishte më e fuqishme se çdo gjë tjetër. Kur u ngritën për të filluar ditën, ata morën me vete atë ndjesi, një ndjenjë të afërsisë, të sigurisë dhe të lumturisë, një kujtim të mëngjesit që nuk do të harrohej kurrë. Dhe ndërsa dita fillonte, ata vazhduan të buzëqeshnin, duke ndjerë se momentet më të bukura nuk kishin nevojë për asgjë më shumë përveç të qenit pranë njëri tjetrit. Mëngjesi kishte hyrë ngadalë në apartament, duke depërtuar në çdo cep me dritën e tij të ngrohtë. Rrezet e diellit ranë mbi dyshemen e drurit dhe mbi gardhet e dritares, duke krijuar një ndriçim të artë që i mbushte dhomën me paqe. Lëndrimi po qëndronte pranë dritares, duke vëzhguar Xhenetën, e cila sapo kishte dalë nga dushi dhe po rregullonte flokët e lagur me një peshqir të butë. Ajo mbante rroba të rehatshme, një bluzë të thjeshtë dhe pantallona të lehta, por mënyra si ajo lëvizte, naturaliteti i saj dhe mënyra si buzëqeshte e bënte çdo gjë të dukej e veçantë. Lëndrimi ndjeu një ndjenjë të ngrohtë në zemër, një kombinim mes kënaqësisë dhe adhurimit. Mund të kërcenim pak bashkë? Pyeti ai, me një zë të butë dhe plot ngrohtësi. Xheneta ju kthye me një buzëqeshje që i ndriçoi fytyrën. Po, pse jo? Tha ajo, dhe një ndjenjë lehtësie përshkoi dhomën. Filluan të lëviznin së bashku, duke u ndjerë si një ritëm i vetëm. Nuk ishte një kërcim i komplikuar apo i shpejtë, ishte i thjeshtë, i ngadaltë, plot sens dhe emocione. Çdo hap ishte një shprehje e ndjenjave të tyre, një mënyrë për të komunikuar pa fjalë. Lëndrimi ndihej i lumtur duke parë fytyrën e Xhenetës që shkëlqente nga buzëqeshja, dhe ajo ndihej e sigurt duke ndarë atë moment me të. Ai e mbajti për dorë, ajo ju afrua më pranë dhe ata filluan të lëviznin më të qetë, duke ndjerë ngrohtësinë e njëri tjetrit. Muzika që dëgjonin në kokën e tyre ishte e heshtur, por e qartë. Çdo ritëm i zemrës, çdo frymëmarrje, çdo buzëqeshje krijonte një melodi që nuk kishte nevojë për nota. Duket sikur koha ka ndalur, tha Xheneta, duke qeshur lehtë, po. Ndonjëherë momentet më të bukura janë ato që ndodhin ngadalë, ju përgjigj lëndrimi, duke e shikuar me vëmendje. Ata vazhduan të lëviznin në atë ritëm të ngadalë, duke ndryshuar drejtimet dhe duke u ndjerë më afër njëri tjetrit. Çdo lëvizje ishte një kombinim i elegancës dhe spontanitetit. Lëndrimi ndjeu gëzim kur ajo e kaploi me krahun e saj dhe i buzëqeshi me një shikim plot lumturi. Ai e ndjeu zemrën e tij të rrahë më shpejt, por jo nga frika apo shqetësimi, vetëm nga emocionet që një moment i tillë mund t'i japë. Xheneta ndjeu të njëjtën gjë, një ndjesë ngrohtësie dhe lumturie që mbushte dhomën dhe e bënte të ndjehej më e lidhur se kurrë me lëndrimin. Ata vazhduan të kërcenin, por tani më të qetë, duke qeshur për çdo gabim të vogël, çdo këmbë që nuk ndodhej në vendin e duhur. Ishte një lojë, një koreografi e çliruar, një shprehje e gëzimit të thjeshtë të mëngjesit. Pas disa minutash, ata ndalën për të marrë frymë, duke qëndruar pranë njëri tjetrit dhe duke ndjerë efektin e ngrohtë të kontaktit fizik, pa e shprehur me fjalë. Lëndrimi e përqafoi Xhenetën në mënyrë të butë, dhe ajo i mbajti duart mbi krahët e tij, duke ndjerë praninë e tij në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Ata u ulën pranë dritares, duke parë diellin që ngjitej më lart dhe duke biseduar për gjëra të zakonshme, planet për ditën, gjëra që i bënin të qeshnin, kujtime të vogla të së kaluarës. Por në çdo bisedë kishte një ndjenjë të padukshme të afërsisë dhe lumturisë që vetëm pranë njëri tjetrit mund të ndjehet. Mëngjesi u shndërrua në një orë të ngadaltë, por të këndshme, ku çdo detaj kishte rëndësi. Aroma e kafes që sapo ishte bërë, drita që binte mbi tryezën. Tingulli i qeshjes së tyre që mbushte ajrin. Lëndrimi shikoi Xhenetën dhe mendoi se kjo ndjenjë, kjo qetësi dhe gëzim i thjeshtë, ishte më e fuqishme se çdo gjë tjetër. Kur u ngritën për të filluar ditën, ata morën me vete atë ndjesi, një ndjenjë të afërsisë, të sigurisë dhe të lumturisë, një kujtim të mëngjesit që nuk do të harrohej kurrë. Dhe ndërsa dita fillonte, ata vazhduan të buzëqeshnin, duke ndjerë se momentet më të bukura nuk kishin nevojë për asgjë më shumë përveç të qenit pranë njëri tjetrit. Eliona, kur dashuria lexohet në fytyrë, në sy dhe në frymëmarrje, ka histori dashurie që nuk lindin nga deklaratat e mëdha, por nga gjërat më të vogla. Nga një prekje e lehtë, nga një buzëqeshje e pavullnetshme, nga një ndryshim i menjëhershëm në fytyrë që ndodh përpara se mendja ta kontrollojë. Historia e Elionës me Claudin është pikërisht e tillë.
një histori që nuk ka nevojë të shpjegohet, sepse shihet që në orët e para të mëngjesit, kur shtëpia ende është gjysmë në gjumë, Eliona është aty, e qetë, e butë, me atë finesën e saj natyrale që nuk kërkon vëmendje. Por mjafton që Klodi t'i afrohet. Mjafton prania e tij pranë saj. Dhe diçka ndodh. Fytyra e saj ndriçohet sikur dikush të ketë ndezur një dritë të brendshme. Buzët i hapen në një buzëqeshje të sinqertë. Syt i shkëlqejnë, jo nga drita e kamerave, por nga ajo ndjesi e brendshme që vjen vetëm kur zemra e njeh njeriun që ka përballë. Eliona nuk di të shtiret. Dhe kjo është gjëja më e bukur tek ajo. Kur Klodi e prek lehtë, qoftë edhe pa dashje, reagimi i saj është i menjëhershëm. Trupi i saj relaksohet, fytyra i butësohet, sikur gjithë tensioni i botës të zhduket për një çast. Ajo shkrihet. Jo në mënyrë dramatike, por në atë mënyrën e ëmbël, njerëzore, që tregon se ndjenja është e vërtetë dhe e thellë. Eliona është e bukur, por jo në kuptimin e thjesht estetik. Bukuria e saj vjen nga mënyra si qëndron, si flet, si dëgjon. Është inteligjente, por pa e imponuar kurrë mendimin e saj. Është e hollë në sjellje, e matur, e kujdesshme. Ka një dashuri në komunikim që nuk blihet dhe nuk mësohet. Ka finesë. Ka butësi. Ka atë lloj elegancë emocionale që rrallë shfaqet në një ambient ku presioni, strategjia dhe loja shpesh nxjerrin në pa anët më të ashpra të njerëzve, dhe pikërisht kjo butësi e bën dashurinë e saj për Klodin edhe më të dukshme. Sepse kur ajo i afrohet ose kur ai i afrohet asaj, Eliona nuk është më thjesht një banore e Big Brother. Ajo është një vajzë që po jeton një ndjenjë të fortë, ndoshta më të fortën që ka ndjerë ndonjëherë në një ambient kaq të ekspozuar. Ka momente kur ajo, me një zë të ulët, pothuajse fëmijëror, i thot Klodit, hajde ta puthi pak buzën. Dhe pastaj qesh, sikur të jetë e turpëruar nga vetë ndjenja që e pushton, se po maroj, shton ajo, këto nuk janë fjalë për kamera. Janë fjalë që dalin pa u menduar, sepse trupi dhe zemra janë përpara mendjes. Është ajo gjendje kur dashuria bëhet fizike, jo në kuptimin e dëshirës, por në kuptimin e nevojës për afërsi. Një puthje e vogël si mënyrë për t'u qetësuar, për t'u rikthyer në ekuilibër. Por historia e Elionës nuk kuptohet plotësisht pa kontrastin. Sepse kur në skenë shfaqet Edi, gjithçka ndryshon. Eliona nuk reagon njësoj. Nuk ka atë shkëlqim. Nuk ka atë buzëqeshje që lind vetvetiu. Nuk ka atë afërsi emocionale që e bën trupin të flasë përpara fjalëve. Ajo mbyllet, pa e kuptuar ndoshta as vetë. Jo sepse nuk është e sjellshme, por sepse zemra nuk përgjigjet, dhe kjo është një e vërtetë e madhe për dashurinë. Nuk mjafton afrimi fizik, nëse nuk ka lidhje emocionale. Dashuria nuk lind nga insistimi. Nuk krijohet nga dëshira e njërës palë. Ajo ose është, ose nuk është. Dhe Eliona e tregon këtë me një sinqeritet të rrallë, pa fjalë. Pa akuza, pa dramatizim, publiku e ndjen këtë. Sepse publiku e njeh ndjenjën e vërtetë. E ka jetuar. E ka parë në pasqyrë. E ka ndjerë në stomak, në frymëmarrje, në ato momente kur prania e një personi të vetëm mjafton për të ndryshuar gjithë gjendjen shpirtërore. Eliona nuk e përdor dashurinë si strategji loje. Ajo nuk luan me ndjenjat për protagonizëm. Përkundrazi, ndonjëherë duket sikur dashuria e saj e bën më të brisht, më të ekspozuar. Por kjo është bukuria e saj. Ajo guxon të ndjej, edhe kur e di që ndjenja mund ta lëndojë. Në një shtëpi ku shumë gjëra janë të planifikuara, Eliona është spontane. Në një lojë ku shumë njerëz mbajnë maska, ajo është e zhveshur emocionalisht. Dhe kjo është arsyeja pse historia e saj me Klodin nuk ka nevojë për skena të mëdha. Sepse çdo mëngjes, çdo afrim, çdo buzëqeshje e vogël është një kapitull i ri i një ndjenje që po rritet natyrshëm. Eliona na kujton diçka shumë të rëndësishme, se dashuria e vërtet nuk bërtet, nuk kërkon vëmendje. Nuk ka nevojë për deklarata të mëdha, ajo lexohet në sy që shkëlqejnë. Në fytyra që ndriçohen. Në një fjalë të thjeshtë si, hajde ta puthi pak buzën. Dhe ndoshta për këtë arsye, Eliona mbetet një nga figurat më të ndjera të këtij edicioni. Sepse ajo nuk po luan një rol. Ajo po jeton një ndjenjë. Dhe publiku gjithmonë e dallon dallimin. Eliona, kur dashuria leksohet një fajtare, një sydhe një frimargj, ka histori dashuri qe nuk linden na deklaratat I metha, por na gjeret me ti I vogla. Non J prekji late.
Non j Buzkeshi e Pavelnetsham. Non j Indrisham I Menja Hersham ni Fitire que Dod Purpura se Menja ta Contraloj. Historia e L. Jones me Cloden est Pikerish e Tilly. J. Histori que Nuk ka Nevagi te ish Jagohet, Seps she hay, qene or e para te Mengjazit, Kursh stipia endi est Jizami ne Jum, Eljona est 80, e Keat, e Butte, me 8 Finison e Saj Natural que Nuk Kirken Vemenge. Porm Jafton que Clodi ti Afrohet. Mjafton prania e Tij prain Saj. Dhe Dikon Dodd. Fidera e Saj Ndriko het Sakor Dikush te Keat Ndizern j Drite te Brensham. Buzit I hapen neen j Buzkeshi te Sinkert. Sidishkelken, Jo na Drita e Kamarave, por na ahon jizi e Brensham que gen vidum cor zemra e Njirian que Copperball, Eljona Nuk dt Ishtirit. Dhe Jo est Jajami e Buker tek aho. Cor Clodi e Preklate, Koft e Depadashi, Reajami I Saj est I Menja Hersham. Trupi I Saj Relaxahet, Fidera I Butsohet, Sakor Gith Tensioni I Boats te Stukit Pern J Cast. Aho Shkryhet. Jo eni Maniri Dramatike, por eni 8 Menarin e Embel, Njerazor, que Tregan se Njenja est Evertit Dhe Thel. Eljona est e Buker, por Jo eni Cuptamen eth Gest Aesthetic. Bukuria e Saj Gen na Menara si Kendran, si Flet, si Degjan. Est intelligent, por pa e impanur commendamen e Saj. Est e Hollian e Shelj, e Mater, e Kujdesham. Con j Dashuri eni communicum que Nuk blihet Dhe Nuk mesohet. Ka Finese. Ka Butc. Ka 8 Lodge Elegance Emotional que Rausch Facket neen j Ambient ku Prigeni, Strategia Dhe Loyesh Pesh Next Gerin ni pa Anetmi te Ashpra te Jerezv. Dhe Pikerisht Jo Butc e Ben Dasharine e Saj Berkloden Edmi te Dukshmi. Seps Kor Aho I Afrohet, Os Kor Ai I Afrohet Asaj, Eljona Nuk Eshtmith Jesht J Banor e Big Brother. Aho Esht J Vaj que Pajetan J Njenj te Forte, Ndashtami te Fortin que Kanjir Ndonjahir inin J Ambient Kak te Exposure, Ka Momenti Kor Aho, Mean J Ze te Yulit, Potwaj Femigerer, I thot Claudit, Had ta Puthi Pak Buzen. Dhe Pataj Kesh, Sakor te Jete e Terperur na Vit Njenja que Pushtun, Se Pamaraj, Shton Aho, Kito Nuk Jane Fail per Camara. Jane Fail que Dalan pa Menjur, Seps Trupi Dhe Zemra Jane Purpura Menjes. Esht Aho Jenj Kor Dashuria Behet Physike, Jo ini Cuptamen e Deshires, Por ini Cuptamen e Nevagis Perifursi. Nj Puth e Vogel si Maniri per tu Kediswar, per tu Richthier ini Equiliber. Por Historia e L. Jones Nuk Cuptohet Plotsisht pa Contrastin. Seps Korini Skinj Facket Eddi, Jithkun Drishon. Eljona Nuk Regon Jesoj. Nuk Ka 8 Kelkim. Nuk Ka 8 Buzkeshi que Lindvet Vishu. Nuk Ka 8 Afursi Emotional que Ben Truppen te Flace Purperf de Leave. Ahom Billet, Pa e Kupshorn Dashta as Vit. Jo Seps Nuk Eshti Shelshmi, Por Seps Zemra Nuk Pergjigit, Dhe Jo Esht J Evertit e Mata Perdasharine, Nuk Njaftan Afrimi Physic, Nis Nuk College Emotional. Dashuria Nuk Lind Non Systemi. Nuk Krijohet na Dashira Engiers Pale. Aho Os Esht, Os Nuk Esht. Dhe Eljona e Tregan Keatmin J Sinkaritit te Ral, Pa Fail. Pa Akuza, Pa Dramatism, Publicu e Engine Keat. Seps Publicu e Jane Gengen Evertit. E Ka Jetuar. E Ka Per ni Paskire. E Kanjir ni Stomach, ni Frimarge, ni Auto Momenti Corprania e J Personi te Vitam Jafton per te Ndrishuar Gith Gengenspurderor, Eljona Nuk e Perder Dasharine si Strategi Loge. Aho Nuk Wan Min Genjit per Protagonism. Per Kundratsi, Ndonjahir Duket Sakor Dashuria e Saj e Ben mi te Brisht, mi te Exposure. Pork Jo Esht Bukuria e Saj.
Aho guxin te indij, ed kor edq genja mun ta lendoj, nanjaish tipi kushim jera jane te planifiquara, aljona est spontane. Nanjay loj kushim jeras bain maska. Aho estes vesher emotionalist. Dhe kjo est arsiasia pse historia sajmi kloden nuk ka nevaji per skina te metha. Sep cdo menges, cdo afram, cdo buzkeshi vogel, est nj capitoli rein jane jeng que peritet nadershem, eljona na kujten dika shum te rendisishm, se dashuria vertit nuk bertet, nuk kirken vemenge. Nuk ka nevaji per declarada te metha eaho lexohet ini syque shkelken. Na fidera queindrikahen. Nanjaf jolly teeth jesh tasai, had taputhi pak buzen. Dhin doshta per ki arsi, aljonam betetnj na figurat me te jera te kata judicioni. Seps aho nuk palwan j roll. Aho pajetin jane jeng. Dhe publicu, jithmon, dalin dalaman.